do t'ja nxirrte ujtin e zi, do t'ja kalote spakut e do t'a furnizote spakun edhe me shumë element tjerë. Shiko, organizata brenda, njerëzit e mirë, njerëzit që e duan këtë vend, njerëzit që kanë sakrifikuar për këtë profesion, me i lanë me e ba punën, ja kalojnë spakut edhe një 10 spakëve tjerë. Për policinë, për atë që e njohun, sepse u janë të ngarkuar psikologjikisht. Sot, personat të cilët janë me tendenca kriminale ndikojnë mbi punonjësin e policisë. Nëse punonjësi i policisë e merr me ba një procedurë thjesht, dhe në këtë moment shefi e merr në telefon dhe ja ndryshon procedurën, i jep urdhër që ta bëjë ndryshe, është ngarkesë për punonjësin e policisë. Vitin e kaluar dikush u hodh pati tentative vrasje. E njoh, e kam pas, atë e kam pas varzë dhe inxhinierët dhe personat më korrekt absolut që unë e kam njoh, kam punuar rreth 5 vjet me të. Asbiun. E përshëndes nëse do të. Asbiun e njoh një informacioni që pati presione nga drejtues të ndryshëm, qoftë nga policia, nga prokuroria. Tash ti, a ka pas as ka pas presion? Po takohesha me tani hym profesion se unë jam psikolog, po ti isha ul me bisedu me të, unë do ta kisha marrë vesh në tërësi, por Asbiu si person po e marrim si etalon. Etalon, okay. Ka qenë një ndër inxhinierat më preciz, një ndër inxhinierët, ai ishte tipi gati kishte shku edhe tek rutina përditshme, vetëm letrat e veta, ti ishte i sakt, pra kishte në thojza atë frikën e ligjit që unë duhet jem i sakt në shumë gjëra. Për bile kam edhe një situatë personale me të. E kisha marrë në vendngjarje prokurorin, sepse ashtu ishte një situatë që duhet ishte patjetër prokurori, dhe i thash, kjo është situata nga fillimi deri në fund. Tani ky do të ta bënte procedurën ashtu siç ishte mësuar, gjithmonë që të ishte në rregull me ligjin. Me ligjin ishte edhe sepse prokurori drejton hetimet. Dhe i thash, ti do ta bësh do ta bësh në bazë të urdhrit që dha prokurori. Ata është grupi jo që them unë, sepse unë si shef komisariati shoh, janë bë procedurat në rregull, janë në rregull me ty, me të, edhe në këtë formë, po të eci në këtë formë. Situata, tani do t'ju tregoj edhe një anekdotë, që ta kuptojnë shumë mirë. Në një vend ku unë jam shkollu, më tregonte shefi i krimit organizuar të atij qyteti. Shefi i krimit, ai qyteti ishte sa Hollanda. Okej. Me popullsi, me shtrirje, me të gjitha, dhe ishte një polic qarkullimi, ishte vënë njërit mbrapa, për jetë vdekje, o do t'ja merrte diçka o s'ka. Fiksin. I 5 eurosh pa e qy. Edhe një ditë bukur i thot, hape pak krahun, ky e dinte, edhe ishte gjithmonë në rregull. Në një moment i thot, nxjerrë pak kutinë nxjimës shpejt e nxorri. Aty ka një ujë oksigjenum. Ajo ka një vrim që mbas një skadence automatikisht hapet që ti ta ndrosh, që ti jetë mrena parametrave. I kontrolloi gjitha, e kishte gjithçka, nuk arrinte dot më funi, tha, shiko, tha. A ke kasetofon në makinë? Kam. Fute, tha, i kaset, tha, unë do ta hedh i valle, ma jep atë 5 euro se kam bë beshe, do të ta marr. Pra, në jetën e përditshme, pra, pavarësisht se struktura mund jetë, ndodhin gjëra të tilla. E qartë. Ke parasysh, por të çohet shefi, ai që drejton një efektiv dhe të arrit deri në këto pika, që të lidhet me krimin, të nxjerrë njerëzit në prit. Radakja ime nuk e rregull, pra, atëherë ndalim në përfundimin, është për zgjedhja. Pra, e kam ull pak, po i lej termat juridike, po flasim kam kryq. Du të flasim tamam kam kryq. Ta kuptoj dhe audiencët, t'ja themi... Sepse, për një arsye, skena e krimit është e shenjtë. Ti çdo gjë që identifikon, ti duhet patjetër quhet ngritja e provës. Kjo provë është e shenjtë. E shenjtë. Trajtohet si e tillë. Të trajtohet. Për shembull, unë si punonjës policie, unë i them vetes punonjës, nuk i them vetes shef policie, punonjës policie. Kur shoh ku te skena e krimit hyn me kuçe me maç, unë them këta e zgarraviten. Skena e krimit është, domethënë ti i ke rënë në qaf procedurës, i ke rënë në qaf qytetarit, sepse ti do ta kontaminosh, pra është e shenjtë. Unë e shoh policinë ç'a niveli është, kur shef ti si e trajton skenën e krimit. Po e trajtoj skenën e krimit mrena parametrave procedurial dhe ta rush si diçka shumë të shenjtë, do thotë që ti je polici, se policia ka kanal.
Në momentin që fillon e shkruan, shteti është shkresa. Po. Po u shkrujt, po u dokumentu, prit se do vini një moment i caktuar që ai do të përballet me ligjin ai që ka bërë shkelje. Po mirë, meqense unë dalet tek skena e krimit dhe ti mua më çon tek një pyetje tjetër, Amedi më çon tek pyetja ku po çalon policia shtetin në zbardhjen e ngjarjeve kriminale? Është krijuar le të themi një skem e ngjashme e atentateve mafioze me ato makinat që digjen, 2 armë brenda, 3 edhe nuk shkojnë dot. Mund gjendet vetëm kush është personi i cili ka shitur apo ka bler makinën, po këtu na ngele gjithë gjëja. Janë njësoj ngjarje vitin e kaluar dhe ndoshta kulmoj me Rinasin. Me ngjarjen e Rinas. Tani ti ke qenë një shpjestrar i forcave speciale. Ti e njeh teknikën e hetimit, e kupton se çfarë është një sken krimi ndoshta shumë se që mund ta mendojnë tjerë që e njohin. Shiko, investigimi i krimit është shumë kompleks. Është si kërkim shkencor. Më përmende do kaloj në planin emotiv tani se sa në planin teknik. Po të dojë policia për 10 ditë i zbardhën ngjarje? Ti jesh i bindur. Edhe atë të Rinasit? Jashtëzakonisht. Regjia nëse mundesh në një pamje, po e patët aty. Jashtëzakonisht, jam shumë i bindur. Jam shumë i bindur. Sepse nga vetë skena gjitha tjera... Ndoshta nuk e ka regjia për momentin, po jo është tjetër moment. A i shef këta? Po i shoh këta burrat. Këta të sistemojnë me dhomë guzhinë, domethënë, po vetëm t'i lejnë. Edhe këta, ke përsysh, pa i paragjiku. Rendi. Pa pikërisht pra. Por jo duke u mbledh si pulat te misri. Edhe pak teknik, taktika. Pra i ka shumë gjëra që duhen korrigjuar. Janë forcat e ndërhyrjes shpejtë, FNSH, këto janë shqiponjat për fugoni. Çfarë si ka? Po, FNSH. Tani, kanë aftësi këta? Jashtëzakonisht. Kena polici shumë të fuqishme, më besoni që kemi polici, megjithatë populli do ta di që ka një polici të shëndetshme. Por si peshku qelbet nga koka. Si ka mundësi, domethënë që mund të ketë drejtues që nuk din shqip. Merri më në diktim. A do me bërë reform? Merri, kush do me marrë këtë detyrë, vetëm gjanë më të thjeshtë, diktim, a din të shkruaj shqip? Korrelacioni jashtëzakonshëm, një njeri që din të shkruaj shqip, merr diktim në thirr. Ti ke qenë i vogël, ne kemi pa bërë diktim kur ishim të vegjël. Në shkollë. Po në shkollë. Mësuesja diktonte, edhe në fund na vente notën si dim ne të shkruajmë. Ashtu mësuam shqip. Pra nëse këta njerëz din të shkruajnë shqip, do të thotë që këta njerëz kanë lexuar 2 libra. Këta njerëz i kanë 2 rrudha në tru. Jo me katapult ka ardhur dhe është ba shef. Ç'mund të zbuloj këtu kur është vetëm një kamerë sigurie dhe është gjetur një. Po nuk është vetëm kjo kamera, kjo është kamera e hotelit. Kamera hoteli. Po, kamera hotelit është ka kap një kamera tjetër, atje po të merret ka logaritme diku ne ka kap atë mënyrën e ecjes, është kamera. Pra domethënë mos i hym këtë gjë se do thonë pastaj je partizani diellës. Se diella Jo, është një program shumë i mirë, kam përshtypjen Amped nuk e di se si quhet programi policisë që bën spektakël kur ka një pamje. Pikërisht, është e instaluar kjo. E kam blerë sepse kam parë tendrat kur është bërë dhe programi. Është publike ajo si gjë. I dashur pra, domethënë policia po të doj, i ka të gjitha gjërat në dorë me nxjerr, pra, por kush e di se si është situata, s'duhet të flas për këtë gjë. Ke parasysh pse u zgjidh situata e Elbasanit. Hyn me rraj, ku don e zgjidhin, kush s'duan ta zgjidhin. Nuk duan po thua. Kjo është që nuk duan të zbardhin ngjarjet. Nuk duan. Të paktën, i herë te 70% i gjithë ngjarjeve patjetër duhet se janë disa ngjarje shumë të rënda, të cilat nuk janë zgjidhur. Nuk duan. Atëherë ku është pengesa? Nëpër procedura, tani e din vetë sepse s'duhet ti hyj këtyre gjërave. Ti je i bindur që brenda strukturave pra bëhet analizë. Ko ta bëj një pyetje, si ka mundësi që asnjë funksionar i policisë nuk del të prononcohet? Duhet dali patjetër, t'i japi zemrën edhe venit, edhe mund të kesh vështirësi me zgjidh. Po i tregon deri në çfarë pike kena ardhur. Jo duke ose të paktën ti thot komunitetit që ne jemi në kamp, ne po punojmë.
Ke përësysh? Pikërisht pra. Mba thuj ti një punojnë ora, kur kemi qenë shef komisariat në nxirrin një herë në javë, në nxirrin në terren me gazetarë. Me gazetarët, ne meshim gazetarët në makinë. Po. Shive si po veprojmë. Kam bërë nga ato kronikat. Po pra, çdo hap duhet patjetër. Qa mesazhi pozitiv ishte ai? Jo, ora e ke alat policia i dashur në Francë, në Akademinë Franceze, 70% e këtë lëndëve ishte marrëdhënie me publikun. Ti nesër do jesh një shef policie dhe ke publikun dhe ke si do ke përsysh publikut, ke median publikun, një ndërthurje, një gërshetim i jashtëzakonshëm nëse ti si punonjës policie nuk e ke aleat median, ti ke humbur vlla. Media me të gjithë këta armat që ka, për shembull mua bëhet zemra mal kur shoh janë bërë disa gazetarë specialistë, sa ka një herë filloi edhe kujtoi edhe unë leksionet e mia të jashtëzakonshëm për analizën e krimit. Kanë hyrë kriminologji, kanë hyrë penologji, një gjë sekond. Na bëri s'ka ICC-n, ma beso. Pra, kanë hyrë në penologji, thash kanë hyrë në kodin e procedurës e njohin mirë, në prononcime të gjithë. Po si ka mundësi që dalin, i kam pa disa prononcime tek tuk punojnësit politik, duhet patjetër. Ne na bënin provim me kamrën përpara. Merë të temën, provimi ishte si do përgjigjesh ti për një situatë në një skenë krimi. Ka ndodhur, je në situatë krize, je shefi policisë, do të sqarosh komunitetin, sepse i bën ta i parametrat. Qa thamë më përpara? Siguria është gjendje. Gjendje, po. Situata mund t'jetë e vështirë, po edhe pra, ti je besim, pra, policia e shkëputur nga komuniteti është e humbur. Komuniteti, o edhe teknologjin veni 20 diella ti, në çdo cep. Nëse komuniteti nuk të mbështet, ti je i bindur që policia s'ka çfarë të bëjë. Do të bëj një pyetje, Ahmeti, për sa i përket rolit të Ministrisë Brendshme dhe Policisë së Shtetit. Policia e Shtetit është një organizatë e cila në një farë forme ka varësi nga Ministria e Brendshme. Do të sqaroj politikat ajo. A ke parasysh, duhet me nda katërcipërisht. Sepse ministria, pra në bazë të ligjit polici, drejtori i policisë shtetit, si institucion, është i plot fuqishëm. Pra, ai ka të drejtat, ja njeh ligji me dhanë 10.000 burra në veprim me një lëvizje. Edhe shive ti pasaj se çfarë bëhet. Ka shumë fuqi ka sot për shembull Ilir Proda? Patjetër. Ja jep ligji fuqinë. Çështja është se mund ta bërë të gjithë Shqipërinë në lëvizje. Mjafton vetëm me një urdhër. Patjetër më ja njeh ligji. Pra, flas në shërbim sigurisë, ë? Në shërbim sigurisë. Po pikërisht në shërbim sigurisë, pra, siguria publike është për tokë në Shqipëri. Ti je i bindur është për tokë. E ndjen çdo qytetar që janë një shmëndur dritat mrapa, një që parakalon gabim, një që pris shqetësinë, po në çdo cep është duke u pi hashash, në çdo cep. Modeling, a di që është modelingu? Qa modeli ne po i japim rinis? Te cepi, ai me hashashin, ai tjetri, ke përsysh, sepse... Shko, unë kam shumë vite, nuk kam një job ta kem, domethënë, dhe jam nga ata shoferë që përpiqen të jem shumë i kujdesshëm, se mësojmë nga gabimet, do të thënë dhe kjo. Për shumë vite nuk kam asnjë job, jam përpjekur të jem korrekt, me ritme të gjitha. Me radhë e bëj shpesh Tiranë-Durrës. Pothuajse më shkon edhe çdo ditë. Ti ke drejtuar për disa kohë policinë rrugore. Dhe do ta kujtojmë, kush të kujton për imazhin, për ligjin. Unë të thash ta thash edhe në hyrjet e emisionit, mënyra se si njerëzit të perceptojnë kur ti kërkon zbatimin e ligjit, ne nuk e përtypim dot. Në parantezë. Pikërisht diku këtu përballë ku jemi ju, në autostradë. Në 11 të natës kam ndaluar një doktor shumë të rëndësishëm, me familjen e vet, ishte tap. Janë detyrë e kam marrë paksi me forcë. Doktorin, kam marrë fëmijët i kam çu atje, edhe doktorin e gjithë, pas kësht njeriu i kolegu tim. Edhe ai erdhi më tha, jo po pse, o ti zotëri thash. A imagjinon do ti ta leja në rrugë dhe të më ndodh të gjë me doktorin? Herë ne humni një doktor, humni një baba, humni një fëmijë. Unë me çdo lloj forme unë do ta marr, unë e mora në mbrojtje. Pra një njeri të pirë që kishte kaluar pra e mora në mbrojtje. Pra kjo
nuk është vetëm se i morëm patentën, po e morëm me makinë të policisë e çum në shtëpi. Pra shpëtua tjetën. Imagjinon dot pra, familjen, doktorin, pra këtë do të veproj policia në momentin që nuhat që siguria publike kjo është. Edhe e morëm atë në mbrojtje, edhe dikë tjetër e kena mbrojtë sepse ky mund ta përplaste. Ke përsysh? Pra, po flas për një doktor, po ashtu do të veprojmë edhe për një murarator, edhe për një njerëz thjesht e për gjitha. Pra, gjithçka duhet të jetë në filtrin, pra këtë tipa që prishin sigurinë publike, që e kërcënojnë sigurinë publike, duhet patjetër të procedohen më njëherë. Po tani çfarë ka ndodhur? Unë po të marr rast, domethënë, nëse ka diçka që signifikon më qartazi agresivitetin e shoferëve shqiptarësh autostradat Tiranë-Durrës. Edhe në qoftë se ti je duke ecur tabelash 90, ti mund t'jesh me 110 aty, po ecën, ndoshta deri në 108 mund përmbaj që ti shpëton radarit, to duhet parë si kanë graduar atë, të vjen nga mbrapa, më thënë sa nuk të merr para, dhe ti nuk, çfarë ndodh? Ti nuk gjen dot dhe kohë fizike që ti përgjigjesh sinjalit atij për të hapur krahun. Pikërisht pra. Tani çfarë shkaktoi këtë agresivitet? Unë kam frikë. Unë përpiqem të jem shofer, po kam frikë. Ka një korrelacion. Këta janë tipat të cilët nuk e kanë ble makinën me lekë të veta. Këta janë tipat që janë makina shumë të shtrejta. Pra, tregon supermacin, fuqin, ke përsysh. Në përgjithësi ka pa, zakonisht janë me xhamat zi, pastaj është edhe një korrelacion tjetër që ky tipi kur hyn në këtë lloj makine i duket vetja që gjithë tjerët i duken milingona. Po. Pikërisht pra, domethënë kanë një problem se tani duhet të fillojnë të shkakton këtë gjendje, se o dakord. Këtë gjendje e shkakton mbikëqyrësi. Mbikëqyrësi është policia rrugore. Policia rrugore, domethënë i ka të identifikuar i njohin. Policia rrugore është një ndër, si më thanë, krahat më të rëndësishëm të policisë kriminale po duan. Po duan ta shfrytëzojnë. Policia rrugore njeh gjithë kanë, njeh targat, njeh. Ke përsysh? Po, është e vërtetë. Po pikërisht pra, targa. Pra, unë po them, ja, t'ja bëj një pyetje kolegëve, po. Sa informacione SK1-SK2 kanë ba policët rrugor? Se po ta bën ata informacioni, ke informacione saktë, ata e din. To SK1-SK2 janë nivele janë procedura, po. Në fund, pra, kaq e thjeshtë është. Pra, a e ke futi strukturën tënde në punë? Struktura është në rrugë, është policë i shtetit, pastaj është policë rrugor. Ai është të gjitha, ai është më shumë se çfarë. Po pikërisht, pra, lere, më them rruga, ata i njohin gjithë. Ke përsysh pra, sepse kemi ul pak nivelin që të flasim këtë thjesht që edhe komunitetit na kuptojë. Për agresivitetin që thua, kjo zgjidhet shumë shpejt. Nëse policia rrugore identifikon këta tipa, të bëjnë ata, se shumë mirë kanë bërë që i kanë dyfishu gjobat, dhe prap këto tipa vazhdojnë. Pse? Sepse ti je i bindur që ata e dinë që policia nuk e ka me gjithmend. Se po ta ketë policia me gjithmend, këta i sistemon me dhomë kuzhinë dhe ti i shef ma ai nezin Madrida. Se është sjellje agresive. Është sjellje agresive në trafik. Një sekond, ka nenet veçanta sjellje agresive në trafik. Po. Mirë, unë e ti që kemi pak tafte edhe mund shmang. Po menaxhojmë. Po një zonjur që nuk e ka atë reagim, atë mobilitet, nuk e ka atë motorik, siç mund ta ketë. Pra, s'është biologjike ajo. Po pikërisht pra, mund të jetë një plaku, i hum reflekset, ke bërë në rrugën e vet, në korsinë e vet, tjetri i bën presion. Pra, ai kupton, shiko, në një aksident mund të ndodhin shumë probleme. Është më mirë tjetri me gjujt në kallash edhe ndoshta shpëton, kurse aksidenti është të mërësisht, mas herë shpejtësi të bën salc brenda. A më kupton? Ne e qartë. Le pastaj me të lanë gjys. Me të lanë gjys, domethënë imagjinoje se s'ke me qenë krye familjar, edhe do marrësh edhe familjen, ke marrë në qafë edhe 4 tjerë, sepse mund të jetë i vetmi që sjell të ardhurat në shtëpi. Siguri, a e imagjinon dot se sa e rëndësishme është kjo siguri publike? Unë, për shembull, tensionohem sa herë e bëj shpesh Tiranë, Rinas, Tiranë, Durrës, shpesh. Mund ta bëj 2-3 herë në ditë për arsye të punës mia private. Ti je i bindur që me 20-30 herë janë përjetësisht më u heq patentat. Në mënyrën se si sillen. Pikërisht për ta flasës, unë bëj shpesh po thjesht për ditë. Po sa patrulla janë rrugë, pse nuk veprojnë? Veprojnë natën sa makina civile. Sken krimi, a don ta bëjmë një ditë sken krimi, merre kameran, hypim makinë, ti identifikojnë bashkë. Nga ajat e zhëja. E them, ja ku është edhe policia, ja ku është edhe ai që shkon i qetë te shtëpia. Pse? Pse ndodh kjo gjë?
sepse ka tolerancë. Sa ko do duhej, krenar Ahmeti, nëse sot do kishe spaletat e shefit policisë rrugore për të ma sjellë këtë situatë në normalitet? Por sa të filloj me titrara, filloj poshtë, u vendos prap shefi i qarkullimit, filloj me titra, fillon bje kurba.